dihet se ku do jetë hapësira, kur do të zhvillohet edhe më tutje, kur do të ndërtohet më shumë, ku do jetë pjesa e re e vendbanimit në komunën e Shimës. Po, e vërtetë është që ne jemi në fazën e fundit të artimit të planit të ri zhvillimor komunal. Ne kemi gjetë një plan që ka qenë i para shumë vitesh para se të vinim ne në detyrë, dhe normalisht ligji i veçërisë lokale nuk kupton që derisa të bëhet plani i ri zhvillimor komunal operohet me planin aktual. Dhe ne në planin e ri zhvillimor komunal parashohim që kemi ndonë zona e parë, zona e dytë dhe zona e tretë. Kjo ku po lëvizim ne është qendra e qytetit, qyteti i vjetër, edhe trajtohet si zonë e parë. Pastaj zona tjera do të kenë, si më thonë, edhe koeficiente dhe trajtime të ndryshme. Po, a do lejohet ndërtimi i lartë, si është planifikuar? Ndërtimi aktualisht që po flasim është 5+8 ose përdhesa dhe 8 kalte. Maksimumi, ne nuk do të lëvizim, sidomos në këto dy zonat e para prej kësaj lartësie, prej këtij etazhiteti, po ne mendojmë që në qendër ndoshta mund të bëhet zgjerimi, domethënë rritja e volumit, po jo edhe lartësisë. Ndërsa ne mund të kemi edhe në lagje periferike që mund të quhet sikur pjesë e qytetit të ri, ku aty mund ndoshta edhe të eksperimentohet me një zonë që mund të lejohen ndërtime më të larta. Pjesa e banesave kolektive është atraktive për shqiptarët, por nuk është që shqiptarët janë të fokusuar tek shtëpitë ose. Ne mendojmë me ofru një ofertë pak më ndryshe në raport me qytetet përreth, siç është Ferizaj edhe Lipjani. Atje ju e keni pa që ka etazhitete të larta dhe pothuajse janë ngulfata ato si qytete. Ne mendojmë me rujt këtë farë qetësinë. Ne kemi një relief shumë të bukur, sidomos fshatet e Malësisë janë fantastike. Jemi edhe antar e qyteteve të kartës Gjelbër. Pretendojmë me pas një qytet më të qetë, me ndërtime me etazhitete jo shumë të larta, edhe me hapësira të Gjelbëra diçka më ndryshe se sa qytetet përreth. Betonizimi edhe ngulfatja nuk është në vizionin tonë. Prandaj angazhohemi më shumë me shku në drejt kartës Gjelbër, sepse edhe ashtu komuna e Shtimës e ka regjevin si ndonë si për gjysma e sipërfaqes së komunës Shtimës është kodrinore malore dhe gjysma është fushore. Dhe qyteti është aty ku përfundon relievi malore dhe fillon pjesa fushore. Te kjo pjesa e kodrinore malore, sa keni arritur që ta identifikoni si hapësirë për ta iniciuar ose për ta arritur turizmin eventual, ose t'i bëni më atraktive dhe të vinë qytetarët nga komuna tjera dhe nga vendet tjera dhe ta shohin që kjo e ka një bukuri në komuna e Shtimës për të cilën pak është folë, për shembull. Fiks, është e vërtet. Edhe pse lehtësisht nga ana tjetër, gjithë ata që e kanë patur këtë qarkullimin, që e kanë përdorur rrugën e vjetër për Shtime, drejtim të Suarek ose e Prizrenit, e kanë parë ato bukuri të ralla, të cilat për hir vërtetës në mungesë të infrastrukturës dhe rrugëve që i lidhin fshatrat e Malësisë, ato kanë qenë të braktisura, edhe pse kanë qenë vendbanime shekullore të lashta. Edhe ne i kemi dikun mbi 6 milion euro investime që po e lidhin secilin vendbanim të atyre fshatrave me qytetin në këtë mënyrë, edhe po ja rikthejnë popullatën atyre vendbanimeve të lashta, po edhe po hapin rrugë për investime, për agroturizëm, për këto dlegtori, po edhe për hoteleri. Bie fjala, ne ka pak ditë që e përurum rrugën 3.5 km që e lidh Devetakun, me Lanishtin edhe me Petrovën e me Shtimen. Brenda 10 ditësh do ta përurojmë rrugën që e lidh Topillën, fshatin Topill, me Shtimen, që është 8.4 km, po ashtu Rancën me Shtimen. Ne ndërkohë kemi lidh Dugën, Karaqicën, me Pjetërshticën, me Zborcën, me Godancën edhe me Gjyrkovcin. Edhe ndërkohë edhe po e lidhim, po e rikonstruktojmë rrugën pothuajse nga fillimi nga Vojnovci deri në Tërn. Këto janë rrugë që po e lidhin krejt territorin e komunës Shtimës dhe po hapet perspektiva atje, po them edhe një herë përveç për të rikthyer
banorët e